Të dashur miq, tash më kam nderin dhe kënaqësinë që me mua dhe ju të nderuar televizionistë në studio të kem piktorin tonë të minjor, profesorin Hajrush Fazliu. Mirëmëngjesi zotri Fazliu dhe mirë se na erdhët në studion tonë. Mirëmëngjes dhe një ditë e mbarë për gjithë teleshikuesit e programit të juaj të shkëlqyer dhe Zotit të kemi edhe një vikend të bukur këto ditë të ngrohta verore. Urojmë shumë dhe fillimisht urime për këtë vlerësim kaq të rëndësishëm. Ju falënderit. Të jesh musafir në një program të këtillë, vërtet është edhe një privilegj, edhe është një nder, kështu që mediumi juaj asnjëherë nuk kanë lanë anash artistët e fushave të ndryshme si të artet pamore, muzikore atje, aq më tepër që e vën të begat, do thotë jetën kulturore të kryeqytetit ton, duke sjellur përvojat dhe kujtimet dhe angazhimet tona kulturore jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë vendit. Po si mund të lëm anash njerëz të mëdhenj kështu si ju? Ju falënderit, unë e ndi veten në mesin e krijuesve, modest të themi, pa ndonjë mbi vlerësim, po megjithatë mund të them lirisht se jam një prej artistëve apo piktorëve më aktiv që viteve të fundit, ndoshta pse këte ma imponon pak a shumë edhe përvoja gjatë si pedagog, si mësimdhënës, por edhe si krijues, po megjithatë është pyetje pasioni dhe ajo dashuria mbi profesionin dhe kjo më bën që vërtet unë të jem shumë aktiv, përkundër moshës që e kam. Në moshën, në vitet më të mira të jetës suaj. Ju falënderit, ju nuk goja falënderës. Po çfarë përfaqëson për ju kjo mirënjohje, profesor? Është viti 2026 për mua është vërtet një vit shumë i veçantë, me dy evente dhe manifestime të cilit do t'i doja ato vendore dhe ndërkombëtare. Ndërkombëtare pata rastin të marr pjesë në 2 simpoziume botërore të organizuara në Turqi. Them pse në Turqi, Turqia tani së fundi është shumë duke investuar në kulturë dhe artë dhe në trashëgimi dhe me prezentimin e shumë artistëve botëror, vërtet është nder edhe të përfaqësojë vendin tim apo Kosovën time të dashur. Prandaj, së bashku me 3 kolegët e mi, pak muaj më parë, morëm pjesë në Nigde, në një qytet mbi 300.000 banor, ku aty përfaqësuam Kosovën së bashku me artistët Skender Boshtraka, Femi Hoxha, Repki Gollopeni, artistat e cilët dhe unë, artistat e cilët vërtet viteve të fundit investojnë dhe propagojnë, gjithsesi organizojnë evente jo vetëm ndërkombëtare, por edhe ndërkombëtare në Kosovë. Prandaj përfaqësimi i këtyre artistëve na boni që të jemi të nderuar. Dhe fundit, pak ditë përpara, u ktheva prap nga një simpozium botëror ku 17 artistë të 17 vendeve përfaqësuese botërore ishim në një simpozium internacional, edicioni i 9 me radhë i organizuar, dhe ajo çka është e veçantë e këtij simpoziumi e pash çka do të thotë të lidhet ai raporti i ndërsjellë në mes biznesit dhe artit. Dhe këtu pash një personalitet që quhet Bulend Kapla, i cili me biznesin e tij në të madhen investon në botën e artit pamor. Në fondacionin e tij apo koleksionin e tij mund të them se me qindra vepra të artit, për këto 9 vite ka arrit të ketë në fondusin e vet. Dhe ky nuk kurseu asgjë për të dhënë për artin. Me kushtet, mikpritjen, mund ta merrni për kronologji dhe për shikuesit, nga pritja dita e parë apo darka e parë që u shoqërua për gjithë të pjesëmarrësit, ishte në një hapësirë me një pamje brillante ka Bosfori, ose e ke një panoramë vetëm arti që din ta shef me syrin e vet. Dhe të nesërmën, përmes anijeve, udhëtuam këtë çdo cep të Stambollit, duke pa pamjet e Bosforit, të pamjet e aziatike dhe evropiane,
dhe ku aty u shoqëruam me muzikë, me ushqim, me gjithë atë performancën, dhe kjo ishte vërtet shumë e veçantë. Unë jam pjesëmarrës i shumë manifestimeve dhe eventeve të këtilla, po kjo më la një përshtypje shumë të madhe. Dhe ajo çka në fond si kuror, me që isha i vetmi përfaqësues nga Kosova, në mesin aty në 17 profesorëve dhe akademikëve dhe piktorëve të botës, edhe munda plaketa që ishte mirënjohje e veçantë për kontributin në artin e Ballkanit e në veçanti për artin shqiptar. Prandaj ishte kjo një me cilin do e rrumbullaksoje një sukses të këtij viti. Dhe ajo vendore, mund të them dy çmime apo me njohje. Çmimi i parë për piktur në ekspozitën gjithësisht në Ferizaj. Gursel Sulejmani është një çmim i piktorit tonë të minjohur tani të ndjerë, dhe mbahet tradicionalisht një manifestim me tillë ku unë u shpërbleva me vendin e parë për piktur. Dhe si kuror apo si ambëlsire gjitha këtyre shpërblimeve, padyshim është mirënjohja, gjithësisht plaketa e veçantë për kontribut në kulturën e artit të dhënë nga Presidenca e Kosovës. Prandaj me këto 4 evente të quaj, apo me këto 4 shenime të kontributit tim në artet pamore, unë mund të jem vërtet edhe shumë i kënaqur edhe jam i lumtur që në këtë moshë dikush e vlerëson punën dhe aktivitetin tim. Mirë, ju përgëzoj shumë, profesor, për gjitha këto të arritura dhe të gjitha këto mirënjohje. Profesor, po çfarë bëri sipas jush krijimtarinë tuaj që të veçohej nga krijues të tjerë? Unë them se arti im është jo pse është më i veçantë, po vërtet ndërtojnë në disa parime dhe elemente figurative, ndoshta që shumë të tjerë me një thjeshtësi ose një punë, ndoshta të ndryshme nga unë. Por elementi parsor është ngjyra, ku ajo si mjet i shprehjes në pikturë është edhe elementi parsor, numër 1. Mirë po, gërshetimi në mes linjes, vizatimin, ngjyrës dhe kërkimit të forma dhe kompozicioneve, këto e bën pak më të veçantë artin tim. Aq më tepër mundohem që në pikturën time edhe ardashësit dhe publiku të shef të gjenë edhe vetën, edhe emocionin dhe pasionin e vetë për të estetikën ose për të bukurën. Kështu që mendoj se në çdo vepër mundohem të jap një lloj imazhi, një lloj porosie veprës, dhe prandaj këto elemente të cilat i tash ndoshta edhe e bojnë artin tim të pëlqyeshëm edhe të kërkuar jo vetëm nga individet ose nga njerëzit dashamirët e artit në botën private, por edhe të galerive të ndryshme. Më kujtohet pak një vit më parë, kur një galeri prestigjioze nga Madridi më ftoi që të jem pjesëmarrës në një ekspozit, kuptohet kur të caktohet termini, edhe të jem palë thot koloritit dhe ngjyrës të cilën ju e kultivoni, aq më tepër e përfaqësoni Ballkanin, se Ballkani është vërtet shumë ngjyrësh. Dhe kjo që mund ta them para audiencës dhe publikut të juaj, se në këtë vit, në tetor, do të jem në një nga galeritë më prestigjioze në Finland, në Helsinki, me një ekspozit personale time, ku mendoj të përfaqësohen dikun mbi 40 piktura, dhe jam në përgatitje sipër që kjo të jetë një përfaqësim i denjë edhe në shtetet skandinave, edhe përkundër që kam qenë në Suedi, në 2 herë në Stockholm dhe në Göteborg, po megjithatë mendoj Finlanda është një vend me cilin krenohet Evropa për arsimin cilësor, për punën pedagogjike tjerë, po pse jo edhe arti i Ballkanit të mund të prezantohet. Edhe kur e dim se në Finland është mjaft i zhvilluar një komunitet shqiptar, ka shumë të rije të reja, ka shumë studentë që jetojnë dhe apo janë të martuar dhe veprojnë në Finland, besoj se e kam edhe për një obligim moral, edhe në cilësi të pedagogut, por edhe të kulturës tonë shqiptare që të përfaqësohen. Profesori, përmendet që një nga pikat e juaja ndoshta që e veçantë punën tuaj janë ngjyrat, po kur jemi tek kriteret mbi të cilat u vlerësua puna juaj artistike, cilat ishin ato?
Zakonisht në simpoziumet e këtilla artistike, përveç prezentimeve që kemi të bëjmë për CV-n, për të arriturat, edhe pse para kur konkurrojmë ne dërgojmë të dhanën atë kush jemi, ne edhe punojmë drejt për drejt në punë tona, në pikturat tona. Unë realizova në Turqi kësaj radhe 4 piktura, për të cilët do të veçoja një për tyre, cila vërtet më la një emocion të veçantë edhe mu si autor, dhe në fund me dëshirë luta vetë pronarin që atë ta kam në fondusin tim, por kurse si nuk lejoj, dhe ajo tha do të ekspozohet në Amerikë, ku i njëjti person ka biznesin e vetë përveç në Turqi, ka në Amerikë. Edhe të them një karakteristikë për këtë organizator, i cili ka marrë me veti një piktor shumë të njohur nga Turqia, quhet profesor doktor Orhan Xhebrailoglu, njeri i cili është me performancën e tij kudo në përbot i prezentuar, por është nga Turqia. Dhe ky biznesmen e ka marrë edhe ka bë dorë të djathtë të organizimit të këtij festivali apo këtij simpoziumi që veçuar. Dhe ky tash ka krijuar koleksionin në 3 qendra. Ka krijuar në Stamboll, gjithsesisht në Sharköy, afër një 3 orë nga Stambolli, dhe ka në Amerikë dhe në Francë. Biznesin e vetë të verës që e kultivon në Turqi është me licencë franceze. Dhe njihet një prej kultivuesve më të njohur në Turqi kur është pyetje vera atje. Dhe mu më njëherë e rikthevat mendjen dhe kujtesën time për Ahovecin tim të dashur, për Suarekën e për gjitha këto qendra, pse nuk investojnë gjana të tilla. Hapësira ku u mbajt eventi ishte dikun me një fondus mbi 300 piktura. Ishte një hapësirë ku kishte me qinda fuqi të verës, dhe aty afër atyre burreve apo fuqive ne krijojshmi dhe punojshmi. Do të ka lidh biznesin edhe artin, dhe ky raport i ndërsjellët vërtet e ka bërë shumë të veçantë. Dhe ajo kurore gjithë këtij manifestimit, me rastin e ndarjes së plaketës dhe mirënjohjes, por edhe përmbyllës, besoni se ka pasur mbi 500 musafirë. Dhe ajo që ishte më karakteristike, e pash një kulturë të veçantë të Turqisë evropiane, ku gjitha ato zonja, secila me një veshje, me një kulturë, me një pamje, këtë ndryshe që jemi mësuar për ditëshmërinë tonë ta shohim edhe në Kosovë, në Maqedoni e tjerë. Prandaj them se Turqia është të ecë shumë në hapa gjigante kur është fjala te kultura dhe arti. Edhe ajo që na la përshtypje gjatë këtij edicioni vizita e Galerisë Moderne apo Muzeut Modern në Stamboll, një godinë që e ndërtuar në mënyrë specifike për të kultivuar artin modern të kohës. Kështu që është e rangut botror e tjerë. Dhe gjithë kjo përvojë, gjithë ky rrugtim e bën që vërtet edhe ne kur të kthehemi të mobilizohemi, të punojmë, të japim artin e veçantë që të jemi në konkurrencë me artistët botror. Sepse ato që e thash çka është e veçanta nuk është vetëm në trajtim të elementeve figurative, ngjyra, forma e tjerë, por edhe të porosisë dhe imazhit të cilin e ndërton në atë vepër. Profesor, më mbeti mendja tek piktura juaj që thatë që do donit ta kishit, por që ka ostuar për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ajo është një format i veçantë që asnjëherë s'kisha punuar në studion time. Ishte 50 me 2 metra lartësi. Do të thotë me porosi të dedikuar për hapësirën në Amerikë që e ka. Ne nuk e dishim pse insistojnë në atë format që unë s'kisha punuar. Dhe vërtet formati pak më provokoi dhe unë aty në atë paraqita unë edhe pjesën dërmuese të krimtarisë ime ja kushtoj femrës, sepse ajo është ajo hynesha e jonë e cila e ndërton, e mban familjen, shoqërinë, shtetin e gjithçka, po mbi të gjitha e kam për pasion edhe për si
leitmotiv të trajtimit të figuracionit femrës, dhe ati paraqitet do thotë se si një femër, qofte edhe ajo jona shqiptare, me profilin e saj ta quajmë ilirike apo të Ballkanit, me atë koloritin, po mbi të gjitha ai vizioni i saj, pamja e saj, paraqitja e saj, unë po më keq që nuk kam sjellur së paku foton e saj që të shifet Pikërisht do të pyesa nëse do të mund ta shih diku qoftë nëpërmjet rrjeteve sociale apo po e kam të postume, edhe ajo është vërtet një kryevepër, një punë të cilën shumë më vjen keq që kam. Por është ndryshe kur ta shohësh? Por me që në një vend të caktuar, në një hapësirë, tek një njeri, tek një personalitet që e din çka është arti, vërtet është edhe nder edhe për mua. Dim që sa shumë e vlerësoni gruan shqiptare, gruan në përgjithësi, dhe tha që me sa metra lartësi ishte, dhe kjo tregon lartësinë edhe e zonjave grave? Aty nuk kemi pas në temat të caktuara e tjera, aty kemi pas lirinë të shprehur. Dhe kjo është e bukura në për këto supozume, se kur imponohet tema, atëherë të kufizohesh. Po, shumë vërtet. Edhe në emocion, edhe në shprehje, në trajtim të elementeve të cilat dëshiron ti përcjellësh në atë pëlhurën tënde e tjerë. Por këtu e kishme këtë liri të shprehurit, dhe këte u mundom të paraqes me si është më së miri. E them këte sepse kishme artist nga Korea, nga Kina e larë, nga Rusia, nga kjo pjesa Lituania, kishme nga Hungaria, nga Amerika, nga Anglia, 17 shtete, dhe je në një konkurrencë kur vërtet dëshiron ta tregosh atë botën tënde më të mirën. Në të kundërtën, une nuk do t'isha i ftuar njerëzit një herë të ftoj me miqësie, me shoqëri, me propozime, por kur je vërtet në atë botën cilësore të artit, atëherë derisa qëndroja në këtë simpozium, kisha 2 oferta për të vazhdu me njëherë në 2 qytetet të Turqisë. Por drejtën me thanë pak a shumë... Si pranuat? Jo, pse s'do doja, sepse organizojnë shumë mirë, po mu ka bërë ajo pjesa ta quaj lindore, ose Turqia, Jordani, Egypti e tjerë, pak a shumë t'i kthehem edhe kësaj botës evropiane. Edhe mendoj, prandaj kur e përmenda Skandinavien, të orientohem pak në një botë pak të një civilizimi modern, siç është Evropa e tjerë. Prandaj këto sheti, këto përvoja janë vërtet të mirësevardhura për çdo krijues. Dhe nga ky moment ose nga ky medium do t'i ftoja të gjithë artistëve që ju jepet shansi për të shku edhe për të qenë pjesëmarrës, është mirë me shku, sepse nga ato takime sjellin përvoja brillante, dhe kështu ne afirmojmë vlerat tona, trashëgimin ton, artin ton, me që arti është shpirti një kombi, dhe atë shpirt dëshirojmë ta plasojmë kudo në botë. Profesor, si ambasador i artit pamor kosovar, çfarë përgjegjësie mban për ju ky vlerësim? Të punoja akoma, përkundër asaj epitetit që më tha se mosha nuk guxon ti dorëzoni moshës. Duhet të mbaj mend këtë herë. Po, faleminderit, dhe mendoj se tani veç kam edhe një plus nga ajo përvojë, dhe jam shumë me mxit pres të kthehem edhe të punoj në studion time. Beson unë jam realizues me mia pikturave, të cilat i kam në fondusin tim, dhe pas kthimin nga Turqia, unë mbram deri në orët e vona kam pikturu veç kështu. Kështu që jam shumë mobil në punë, me që kjo bota tjetër të quaj politike, situatave tjerë pak a shumë është gënjyse, edhe në këtë drejtim disa herë kam pas apele të ndryshme që t'investohet ma shumë në kulturë. Kosovës i mungojnë galeritë, Kosovës i mungojnë muzeumet e artit, i mungojnë teatrot, i mungojnë vendet e operave, festivale tjerë, por nuk jam prej atyre që ankohem, sepse fundit shteti i posaformuar është me pak vite, dhe ne kem nevojë edhe na të japim artistë shumë për këtë shtet. Prandaj edhe në këto kushte, edhe në të rrethana, të krijojmë sa më shumë, të prezantojmë artin kudo që e tjerë, vetvetiu do të vjen ajo vedia, ndoshta edhe institucionale, ku do të investohet edhe për këtë kulturë tonë. Profesor,
Është vërtet që ka shumë rëndësi talenti, por suksesi një artisti ndoshta është ajo punë e vazhdueshme. Nuk do të thoja në përqindje sa është talenti sa, po vërtet pa e pas edhe atë dhunti, pa e pas atë talent, është vështirë, po. Po është shumë e pat mandej edhe orientimi, gjithsesht ajo mësimdhënia kur qëllon te pedagogët që dinë të vlerësojnë, të dallojnë talentin nga ajo, edhe atëherë ajo është veç një orientim shumë më i shpejtë dhe më i suksesshëm. Dhe ajo çka është më kryesore është puna. Puna e pandërprer edhe vetë ju me punë njeri jarri. Unë në rrugtimin tim të jetës time në 3 drejtime ka shku ajo formësimi im të quaj. Njerë si mësimdhan, si punëtor apo si pedagog, shumë vjeçar, e dyta në rinien time jam marrë shumë esfort, edhe aty ka mbet arti mbrapa, dhe pas ardhes time në universitet, gjithsesht në Prishtinë, vërtet në kontakte të përditshme me të madhin Mulliçi, Çavdërbashën, Recep Ferrin, Tahir Emrën, Kadrush Ramën, e shumë pedagog, atë plejadën e artistëve të artit bashkohor shqiptar, deshte apo s'deshte, kur e din që e ke edhe atë vetbesimin vetë edhe e din që ke potencialin kryus, atëherë ti kthesh atij profesioni për cilin ndoshta dikur e ke pas ëndër dhe tash e bën në realitet. Dhe unë them këto 30 vitet e fundit, sidomos pas ardhes time në Prishtinë, unë vërtet llogaritëm që jam një nga kryusit më produktiv. Profesor, si mundet një artist të ruaj identitetin e tij në një botë gjithnjë më globale? Në 2 drejtime duhet edhe shteti të jetë ai qëllim, sidomos për në aspektin ndërkombëtar. Unë prej sot e mendoj se si do t'i çoj punimet në Helsinki, në Finland. Do të thonë, është edhe ana teknike, ana materiale e tjera. Po për ta rujt, atë sot do është bota shumë globale dhe ka mundësi përmes mediumeve të ndryshme me prezentu, dhe besoni se jemi shumë të lexueshëm kudo në botë, për cilët arte. Unë shpeshherë shoh komentet me njerëz të panjohur të vinë nga Korea, nga Azia, nga Amerika, nga Anglia, tjerë japin komente mbi punën që e realizon. Edhe ajo të motivon më shumë, të shtyn më shumë që të jesh hala në trend dhe të jesh në mesin aty në kryuzve. Është në shtysh që të mos të ndalet. Që mos të ndalet. Kjo është një prej faktore. E dyta është hapësira ku mund të veprosh edhe të punosh. Unë në shtëpinë time vërtet kam hapësirë të mirë, kështu që mund të them pa ndonjë investim shtetëror, po atë i kom bo me investimet të mia vetanake, dhe unë shes një pikturë, por ato e investoj me njërë në materiale, në ngjyrën e tjera, dhe prodhoj pikturat e tjera, dhe kjo të bën që t'jesh në hap me kohë. Mirë po ka shumë të kolegë të mirë, të talentuare, të punëtorë të mire, piktorë të mire, po hapësira ku jeton dhe ku vepron në banesa apo në shtëpinë e tyre, vërtet është jo me ato përmbushjet optimale të një krijuesi. Në këtë drejtim është mirë të mendohet nga shteti, nga Ministria e Kulturës, të investohet, do thotë në hapësira që në atele artistike, siç e kemi momentalisht në lagjen e artistëve në Ulpian, por ato krejt janë investime vetanake të vetë artistëve. Po këtu në këtë drejtim duhet shteti të investon. Dhe nëse kishte, si kundër vlerë në artistet, mandej do të punimet do t'ja kthejmë prap shtetit tonë, për atë që investohet. Unë marrë shpeshherë në prononcimet e mia një qytet në Maqedoni si shembull. Quhet Strumica, në kandin e kufive Greqi, Bullgari, Maqedoni. Po që 60-70 vjet ato mbajnë një koloni arti. Po këte si koloni për mbajmë edhe ne edhe të tjerët. Po besoni që atje në ambëltore ka vepra arti. Mos të flasë më në gjykat, mos flasë në polici, mos flasë në shëndetësi, në spitale, është i tërë qyteti i përmbushur. Pse ne një gjatë të tillë, Prishtinës i mungojnë. Hynë të në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit tani, në ato hollet e ty nuk e shef një vepër arti.
deri vonë koleksioni i galerisë së arteve nuk o ditë ku është e tjerë. Faqë që tash u bo renovimi, u bo tash hapësira, besoj se kanë fillu gjanat. Mandej sot një koleksionist, ta qumi Marigona, se lagjës Marigona, ma i pasurot me vepra arti se sa është vetë shteti. Prandaj në këtë drejtim duhet të mendohet një kulturë tjetër mbi artin dhe të investohet, po si kundërvlerë edhe vërtet të ruhen ato vepra. Se fundit ne do të bëhemi të panshëm një ditë kur do të jemi në këtë jetë, sikurse historia e artit që na ka mësuar gjithnjë. Por atëherë vështirë sot me gjetë Adem Kastratin, Muslim Ulliqin, kur e thon veprat e tyre. Prandaj është mirë me kohë kur ti humbim këta persona, atëherë të na bjen në mendje arti i tyre. Po. Di që veprat këto që shkon e pasuron. E pasuron. Ku ato janë të vendosura. Por kena peta me shumë përgjegjësi. Viteve të fundit, që 2-3 vitet e fundit, o ndru një vedije qytetare. Besoni se ka shumë të interesuar për të vlerë, për të mirë, ka koleksionon, blejnë, pysin, qojnë dhurata, vepra arti, e tjerë. Na kushzoj me çmime ma të vogla ma ashtu, po me gjitha te ka njerë edhe për ne është nderë, ma mirë një vepër arti të tjetë në një familje që e din vlerën e asaj pikture, se sa të mbetet në podrumin ose në studien e vetë artistit. Prandaj ky bashkëpunim, edhe kjo vedije besoj se veç e pasuron atë vedijen tonë kulturore, kombëtare. Edhe kjo do t'ishte e bukra e gjithë artit që ne e kultivojmë edhe punojmë. Profesor, nuk do të më dilnin minutat e rezervuar, jo vetëm të bisedës, po të programit të mëndesi për të vazhdu me intervistën tonë, por ja që jemi në minutën e fundit, profesor, dhe një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur, edhe pse që atër kozë dhatë dhe mesazhe, por ndoshta atyre artistëve të rinj, cilët më së shumti ka nevojë, besoj. Është një thanje shumë e bukur e pedagogëve të artit, të cilët vërtet atë filozofinë apo sociologjinë e botës artistike. Edhe është thanje angleze, me art dhe për artin gjithçka. Është një thanje shumë e bukur. Me art dhe për artin. Po, do me thënë, kjo do t'ishte një mesazh. Art është veshja, art është dukja, është pamja, është oborri, është shtëpia, është dhoma, është zyra ku punon, është objekti, është interieri, është eksterieri. Prandaj në këtë drejtim duhet, unë duke bashkëbisedu me ju, shoh këtë panoram të kësaj lagje dhe të kësaj Prishtine. Por në ndërdijen tim vendimeve shoh Stambollin dhe Bosforin dhe detin dhe atë pamjen e bukur se si duket. Bëj një krahasueshmëri derisa po flasim. Unë s'them se kjo të bëhet Stamboll, ose të bëhet. Por këto pamje të shumtuara vërtet duhet, ne kemi një arkitekt të shkëlqyshëm që është zoti Rama, por duhet të mendon edhe për këtë kategori të objekteve dhe të kësaj pasurie kulturore, edhe trashëgimisë tonë. Prandaj, në secili ta jep, dhe kjo është ai mesazhi, atë fuqinë e vet kreative, profesionale në vendin e vet, në punën e vet. Artisti te arti, gazetarja në gazetari, mediumet, sportisti aty ku duhet, e tjerë. Njeri duhu në vendin e duhur. Dhe me këtë rast, shfryzoj ju si medium, t'ju uroj drejtoreshës së re zgjedhjen e postit të drejtorë, me shpresë që të bëjmë risi në këtë medium, sepse sytë kjo Kosovë ka nga RTK-ja dhe nga ju. Prandaj është një përgjegjësi, por të njëjtën kohë është edhe një privilegj. Aq më tepër më bjen se është nuse e Gjilanit, edhe kështu që shfryzoj rastin edhe bufit t'ja uroj, sepse përgjegjësia i takon edhe atij, po. Edhe juve suksese Brikena çdo herë që investoni, promovoni, kontriboni në vlerat tona dhe na ndihemi vërtet ma krenar dhe ma të nderuam kur nuk na harroni. Profesor, faleminderit shumë për gjitha këto fjalë të mira. Ju urojmë shëndet dhe shumë vepra të tjera. Faleminderit. Dhe pas kësaj interviste nderuar të shikues me profesorin e nderuar, do të çrohemi me disa minuta këngë.